Përshëndetje miq, besoj keni pushun janë javë prej me prej visarit në VV Show. Sidoqoftë, ja ku po shihemi sërish dhe do të flasim për dy tema, për dy çështje. Balotazhi, Edi Rama, Albin Kurti. Balotazhi, komunat ku do t'i analizojmë si mas mënyrës sonë se kush ku ka gjasa më shumë, si dhe përplasja apo sulmi vetëvendosjes kundrejt kryeministit të Shqipërisë Edi Rama për shkak të protestës së veteranëve të luftës që u mbajt në Tiranë. Një sulm krejtësisht i panevojshëm, i paprecedent që i bët Edi Ramës duke akuzuar se ai ishte njëri prej atyre që lobuan apo e shtyn gjykatën speciale. Ndërkohë që partia në pushtet nuk merret me vetën dhe veprimet e veta. Visar, si e pave balotazhin fillimisht, po nisim me balotazhin. Zgjedhjet dhe pastaj komunat që kanë mbet për të shkuar në balotazh. Po tash kur I kthehemi pak edhe këtyre parashikimeve që I kemi bënë edhe ato që kemi fol, është që domethënë rezultatet e balotazhit nuk kanë qenë të papritura. Deri diku ka pas mbasi natyrisht që ka pas edhe kështu lëvizje të rezultatit, domethënë afërsia në mes të kandidatëve kështu me radhë, po në përgjithësi mendoj që pak a shumë është ditë që ka marrë çtu rezultati. Dhe tash në raundin e dytë dihet edhe cilët kandidat për mendimin tim edhe kanë përparësinë në këtë garë. Siç ka qenë edhe fushata, mendoj që një prej garave shumë interesante ka qenë Mitrovica, domethënë edhe në rezultat u dëshmua të tillë, që I kishim ato mos përputhjet në mes të exit pollëve dhe pastaj rezultatet përfundimtar, po edhe tash me rinumërimin e votave ajo që po shihet deri tash që megjithatë dallimi në mes të kandidatëve është pak më I madh se sa që ka dhënë rezultatet preliminare. Mirë, po në përgjithësi mendoj që ka qenë një rezultat I mirë, befasi për mua ka qenë performanca jashtëzakonisht e dobët e lëvizjeve vendosje në nivelin e kuvendeve komunale, krahas një rritje të votës për kandidatët për shembull, siç është Tazan Fush Kosova, Biliçi, ku vetëvendosja është rritë si kandidat, e shohim që në Prishtinë Tazëm në nivel të kuvend komunal ka rënë e treta, që ka qenë për mua komplet e papritur. Në Pepo ashtu është e treta që ka qenë komplet e papritur. Në Prizren ka dalë e dyta, duke qenë e para si vot për kuvendin komunal. Që në një farë mënyrë tregon që mbase lëvizja vendosje në këto zgjedhje, si partia më e madhe në vend, ka dalë pak më mirë me kandidatët për kryetar komunave, po çuditërisht ka rasti organizat, si organizim lokal, se asambleja komunale shumë varet për organizimit lokal, ndërkohë që kandidati varet për organizimit dhe strukturës, po ka edhe një peshë të vetën si kandidat. Je sociolog dhe din se si bën hulumtimet në terren. E di se si bën sondazhet, e di se si bën exit pollet. Ka një sulm masiv kundër autorëve të exit polleve dhe gjithë atyne që në çfarë do forme kanë shpreh, si me thonë, kanë nxjerr informacion për rezultatet e ditës. Pra tash, pavarësisht është ligjërisht e sankcionuar ajo, megjithatë gjatë ditës ka pas nuanca të dëshirës për të humbur kandidatëve të vendosjes, veçanërisht Fatën Peci. Nëse sidoqoftë kur shkosh në prokurori apo në gjykatë duhet prova konkrete. Ama na që dim ka pak, kemi shpreh një tro emocion edhe koxa dëshirë që zoti Peci me I humb zgjedhjet. Me I humb zgjedhjet për atë që ka është edhe që ka përfaqëson, jo zoti Peci si kandidat, si individ. Në dy sondazhe, në dy exit poll, falni, pati huqje. Mos përputhje goxhat e madhe në rezultatin e exit pollit dhe rezultatin e KQZ-s, numërimit të votave. Përveç dorën zemër të exit pollit e Fisit, Pipos, I cili është krejt në kuadër të margjinës së gabimit. 2 pikë të përqindjes plus minus e ka pas, edhe 2 pikë të përqindjes plus minus po del, edhe tash.
është e qëllimshme jo sinqeritet i të anketuarve keqpërdorim vote, cila për ty të mund tjerë. Po shqet tash ky mes po flasim për Mitrovicën, aty vërtet duke diçka shumë e çuditshme. Në një rëndom pra që kjo diskrepanca në mes të exit pollëve dhe rezultateve po e përmendi prapë preliminare, jo përfundimtare. Dhe kjo mund të mund ndiku nga disa faktorë, mendoj. Në një prej faktorëve mund të jetë edhe keqpërdorimi potencial i votës, të cilin nuk e kap exit polli. Një po kjo natyrisht është pjesë e hetimit të prokurorisë. Edhe në ato nuk kam çka as me shtuar as kur fare informate, domethënë mbetet si dyshim edhe let hetohet si i tillë. Tash unë nuk mendoj absolutisht që ka një kompani e cila domethënë e bazon punën e vet dhe kredibilitetin e vet në sondazhe në exit poll, siç është AZM dhe UB-ja, e cila do të pranonte dhe do të vendoste ta bënë një keqpërdorim të tillë të rezultatit dhe me fut kredibilitetin e këtij kompanisë, pra me mshelni kompaninë për një qëllim që nuk është as qëllim. Sepse për shembull këta që thonë që dikush i ka ndiku exit pollet që me dalë të tilla, unë nuk e kuptoj për shembull pse një parti politike e caktuar do të kishte qëllim që me dalë mirë në exit poll nëse të ka mirë në kutitë votimit. Ku është qëllimi? Se ti exit pollin e publikon si tillë, si rezultat mos si të pshelën vend votimit. As mund të ndiku më rezultat as kur gjë. Dhe nëse partitë politike futen në një proces për me arrajt vetën, ato e dëmtojnë vetën. Nuk mendoj që partitë politike janë kaq të paditura. Sa me arrajt vetën edhe me dalë me një rezultat i cili mas një orë e gjys domethënë të bie poshtë. Tash çka ka ndodhur aty, natyrisht ky Valion Feka ka qenë debat plus dhe ka shpjeguar domethënë cilat mund të jenë shkaqet e kësaj diskrepance. Mirë, po them këta do të përfundimisht domethënë me marrë me rezultatin përfundimtar dhe me pa domethënë nëse dallimi është kaq i madh, siç ka qenë në Mitrovicë. Mendoj që rezultati i Mitrovicës është ose dallimi në mes të exit pollit edhe rezultatit në Mitrovicë veçanërisht është bërë shumë i madh edhe për shkak të faktit që Arjan Tahiri është shumë afër kufirit të fitores pa balotazh. Edhe tash aty nuk ka rëndësi të e ki dallimin 1 pikë përqind a 2 pikë përqind. Kjo statistikisht ka rëndësi shumë, po aspekti pse bëhet rezultati ose pse bëhet një lloj kështu keq analizimi, se keq kalkulimi i votës në exit poll, po të mos kishte qenë kufiri i mos balotazhit, nuk kishte më qenë kaq problem i madh. Për shembull ka pas pak dallim edhe në fushë Kosovës në rezultatet e exit pollit edhe rezultatit preliminar, po aty nuk është bërë shumë temë madhe sepse aty as exit polli nuk e ka parapash që shkon dikush pa balotazh, e as nuk ka dalë rezultati që shkon dikush pa balotazh. Dhe e dyta kjo tregon që gara Mitrovicë është përcjellë me një vëmendje të madhe. Tash një gjë që duhet me pas parasysh na është që megjithatë ligji ndalon me publiku rezultate. Sepse na duhet me kuptu që nuk është ligji edhe efekti i njëjtë në mes të kutadiu në një qytetari, për shembull, sikur Visari Meri më thon diçka, me dalë për shembull në status. Ti s'ke thënë kur gjë. Unë s'kam thënë kur gjë. Unë s'kam shkuar as në Vuzdi, do të me vetë fato pecën çka ka po ai te unë mirë, po çore, unë prapë po them. Edhe nuk po e interpretoj këtë ligj, nuk po them kështu. Në parim, nëse Visari Meri dalë dhe thotë mirë shkon me fituar Arjan Tahiri. Ky është qëndrimi i Visari Merit. Pse du të më ndalu mu këta me ligjë? Kjo mërë është liri e shprejë. Që thati, unë e kam qedh, ose analize jemja është që Arjan Tahiri kishte me qenë kryetar më i mirë i Mitrovicës. Jo, s'ka mas një diskutim. Dikush tjetër mund me menu që Fatën Pecë është kryetar më i mirë. Çka ka lidhje? S'bëm ja ndalu as njënit. Kandidatët është tjetër gjë. Subjekte politike, ditën e zgjedhjeve po, kanë rregulla secili. Mediat po. Publikimi i rezultateve është i ndaluar. Po ti me dalë me statuse dhe me thonë për shembull që kutadiun që kemi pa të statuse, unë nuk mendoj që ato futen për brenda ligjit. Aq më pak brenda neneve të cilat i ka përmend në këtë postimin e tij Fatën Peci, i cili thotë që kam ngrit padipër ose kallëzim për ta person. Kallëzim penal, kallëzim penal. Tash nenet që i përmendaj aty, ato janë domethënë ndalohet natyrisht ndikimi i rezultatit përmes përdorimit të forcës dhe mundës kërcënimit e kështu me radhë. Po si të qoftë Fatën Peci është duke ushtru kallëzim penal apo ushtroi kallëzim penal kundër jush edhe disa kolegëve tjerë përfshirë Zotin Feka si pronar i UB Consulting, sepse po i duhet për balotazh.
A në këtë mënyrë po synon për të sulmu të gjithë të tjerët, se gjoja kanë qenë kundër fitores sonë, kundër fitores sime, të Albin Kurtit, të vetëvendosis. Pra, ai po e keq përdor këtë lirinë e përgjithshme tonën që garantohet me kushtetut, dhe ai po dorëzon kallëzim penal në prokurori për të ushqyer militantat se gjoja neve na mor fitoria dhe çfarë do rezultati pas balotazhit, ky me dal me kontestu se ka qenë një ndërmarrje madhe sipas tyne kriminale që na e morën fitoren. Pra ai po përpiqet me mbulu fytyrën e vet dhe dështimin e vet në këtë proces zgjedhor. Sidoqoftë ajo që unë ty të inkurajoj, veçanërisht ty, po edhe të tjerët, është që ti bëni kallëzim penal zotit Peci, për kallëzim të rrajshëm penal, sepse është vepër penale nëse dikush të kallëzon penalisht pa pas asnjë element të veprës penale. Ju gjatë asaj dite nuk keni bërë asnjë deklarat, nuk keni postu asnjë gjë në rrjetet sociale përfshirë në Facebook, ju madje shumë pak e përdorni Facebookun, dhe ku ju gjet juve për t'ju bërë kallëzim penal. Prandaj sugjeroj që nëse nuk e bën vetë me avokat tanë të paparacit, një kallëzim penal të mirë mi apo Faton Pecit, dhe unë jam i bindur që do të dënohet për vepër penale të kallëzimit rrajshëm penal. Pra, ai nuk duhet me kalu pa ndëshkim, sepse nuk duhet me kalu pa ndëshkim poshtërsia e tij, nuk duhet me kalu pa ndëshkim qëllimi ti i keq për ta mbuluar dështimin nëpërmjet akuzës që po ju bën të tjerëve. Prandaj, besoj sa po të mbyllet ky rast, pra të hidhet poshtë kallëzimi penal, me shpendin, me kolegët tonë avokat këtu, do t'ja dorëzojmë një kallëzim penal Faton Pecit dhe ta shohim kush ku po përfundon. Ne e dim që ai për i kohësh është tu tregu që është njëri ligë. Po pse është që ka që ligu në mes kur nuk ishte ashti, sepse është ky Faton Peci që me 10 herë ka ardhur ka lyp ndihmë të unë për çështjet e caktuara. Do thonë kur ai mendonte që LDK-ja po e diskriminon, nuk i jep hapësirë, ai ka ardhur te unë, pra për t'i ndihmu. Ai e din me kënë ka qenë, s'po përmeni edhe emra tjerë. Andaj pse është bë me Albin Kurtin, ai nuk mund të bëhet Albin Kurti, sepse Albin Kurti ka vullën për krejt senet. Ai po del një kopje keqe e tij, madje edhe me ato fjalimet që i mbante aty. A po fitojmë! Pa balotazh! Ka e nisë, Allah. Nuk mundesh mu bë Albin Kurti ti. As nuk je Albin Kurti, as nuk e përfaqëson vetëvendosin, ti përfaqëson një subjekt politik që nuk je as kryetar, pra janë bashkëkryetar, që nuk dihet kush është zoti i shtëpisë aty, vetëm pse ju kanë kacavir Albin Kurtit për shkak të fuqisë së tij politike që ka, dhe ndërkohë nëse e shohin që Albin Kurti po bjen, ky është i pari që ka me praktikë bashkë me Donikën edhe me krejt këtë strukturën tjetër të këtij subjekti politik. Për këtë arsye, kallëzim penal do t'i bëjmë Faton Pecit. Që tash po, unë jam dakord, edhe natyrisht duhet me bëu ato, me sa e di unë tash ligjërisht, domethënë vepra penale, potencialisht penale e Faton Pecit, nuk mund të llogaritet të tillë derisa nuk konsumohen kuptimin e dorëzimit të kallëzimit penal. E ka dorëzuar. Këto unë nuk e di, unë nuk e di që ka bëu postim. Jo, e ka dorëzuar kallëzim penal kundër filonit. Tash domethënë ato duhet me verifiku dhe me hetu prokuroria dhe me armën e përfundim. Në momentin që nxjerrat përfundim prokuroria, pastaj ajo bëhet legjitime për me shtru nëse Faton Peci ka menduar që njerëzit që kanë postu statuse në Facebook e kanë ndikuar rezultatin, çfarë do qofshin ato statuse. Dhe të tillët ka dashur me i padit. Visari me nuk e ka asnjë status ditën e diel të zgjedhjeve. Jo për Mitrovicën, për kur gjë heq. Fortinati po më vjen që se kom pas një postim që me hiate. Se me pas dishat. Çka po don për mendimin tim, kjo ka jo disa probleme. E para është që dikush që vjen megjithatë nga një parti ose si kandidat i një partie që ka pushtetin në nivel qendror, është partia më e madhe, edhe po garan. Fakti që kjo mendsi mendon që duhet me u cenu të drejtën e fjalës njerëzve për mosh problematike në vete.
S'ka të bëjmë me Garën Mitrovicën. A diskutuam na këtu në një emision para prak, për kallëzime penalte Mimoza Kusari Lilës kundër meje. Sakt. Ku je nisti me atë kallëzim penal? Është e njëjta logjik. E dyta, pse duhet në Republikën e Kosovës njerëzit me u friksu me përkrahë një kandidat publik? Unë mendoj që kjo drejt duhet m'ju garantu secilit aty në që e përkrahin Faton Pecin, le të dalin, le të thonë dhe le të argumentojnë pse. Në atjerë që jemi kundër Faton Pecit ose për Arjan Tahirin duhet me pas të drejtën me bo një gjatë tillë. Po unë e deklaroj, unë kam qef me fitu Arjan Tahirin Mitrovic. Kaq, kush dështë që Mitrovic nga mu, le të votojnë Arjan Tahirin. Dhe kjo nuk është shkelje e ligjit. Kom drejt absolute me bo një gjatë tillë. Me që janë ata Mitrovic, e din që Faton Peci nuk është vetëvendosje, e din që ata për pak pushtet kanë mu prishë edhe kom e praktisë. Faton Peci i pari, se Albin Kurtin të mirën të keq, qaj është me mirat e me të këshia, ata i nuk dërzohet. Po legjitime është. Sigur Mimoza Kusari Lila që ja ka një erën që po largohet gradualisht. Po largohet. Çështja tjetër është pastaj vetë që domethënë që tash partia më e madhe në vend, po Lëvizja Vetëvendosje. E ka qitë njërin prej kandidatëve që ata po thonë Mitrovic, pra Faton Pecin, si ma i votuar, im thëtë tasha në kënej. Edhe në fund, ditën e diel, pra pasi që janë nisën me dalë rezultate preliminare, e patën një egzaltim shumë të madh pse dolën dytit Mitrovic. Pra pse nuk hupën në raundin e parë Mitrovic. Para mendoti tash çfarë gjendje elektorale mund më konë kjo, ku ti gëzohesh që megjithatë nuk humbi. E dyta, unë çka mendoj përmes padis dhe veprimeve tjera, diskursit e kështu. Padis slap, po slap, dhe veprimeve tjera, pra kemi dëgjuar edhe fjalimin e tij natën e zgjedhjeve në Mitrovic, çfarë dërke, jo këta janë kriminalianë këti. Tash Faton Peci mu më krijon përshtypjen që ka dënë me ngrit një polarizim, nivel Kosovë, me thonë këta janë të këqit, na jemi të mirë. Kush të mirë? Tash. Jo, po më intereson kush të mirë. Po Faton Peci. Okej. Tash. Për shembull, nëse ti je kandidat me një komunë, edhe mendon që e ki programin më të mirë, çka të vjen ti me hin luftë me këta tjerë? Atë kur të vjen me hin luftë me këta tjerë, kur ti e vren që me programin tonë dhe paraqitet tua s'po mundesh me i bin qytetarët. Pra padia për mu është pranimi i humbjes. Cili është humbje? Humbjes që garën elektorale me Arjan Tahirin e humba. Ky i bindi më shumë qytetarë se unë. E tash unë ti përdori këtë metoda tjera për me mujtë sa do pak me gjallë politikisht. Mendoj që kjo është pranimi i humbjes. Edhe qëre, do në zemër, ka për dignitet dhe pranimin e humbjes, hup njeri, s'ka rëndësi. Janë një 2-3 gara që kanë qenë shumë interesante dhe kur janë bashku dhe ja kanë rru fitore njëri tjetër. E fundit që e majnë men është, Gjafer Tahiri kur ja uroj fitoren Ferit Idris. Dolem bashkë në shesh. Unë kujtohet urimi fitores mënyrë më dinitoze ka qenë Lirie Kajtasin Gjilan kur ja uroj Qemajlit. Dolem bashkë në shesh para kamera, ja uroj fitoren edhe hecim tutje. Pra, këta ende nuk kanë mri në këtë nivel, sepse po erdhe në këtë nivel, ta bëhen njerëz normal. Këta nuk duan të jenë njerëz normal. Edhe Petrit Hajdari ja ka uru fitoren Ramiz Ladron. Ke fitu urimet kofë që i komunë. Që me gjithatë ka qenë, aty ka qenë bërë probleme më i malë, se një partije, dhe që shë nda këtë ato, dhe më thonë mës t'i kthehemi. Që ka kiti problem? Unë e di, natyrisht, edhe Peci edhe tjetë, kur hinë gardë dojnë me fitu. Mi po ti kur hinë me fitu, ti dush me di që mu shëllë me hup, edhe nuk o fundi votës, ka zgjedhja pet. Pse unë e kam një far ide, një far mendimi kështu që Zoti Kurti do humbjen e Faton Pecit Mitrovic. Mos ky për një moment ja ka nis me një veten i fuqishëm, dhe me thonë ja sa vota i mora unë, dhe tash me nxirr ndaj problem Albin Kurtit. Mos është e dash një gjë të tillë, sepse megjithatë në Mitrovic Guxo ka qenë shumë e ndarë prej vetëvendosjes. Pavarësisht që Zoti Kurti ka dalë formalisht ja me ndihmu e jo kështu. Unë e kam një farë përshtypje që nuk është të dasht me ndihmu. Unë e kam një farë përshtypje që Albin Kurti nuk është të dasht për kryetar komune Faton Pecin. Sepse në fund Faton Peci ka me dalë njani prej atyne që një thik, kushtimisht, po thëmë, figurativisht, kam janë ngullë në shpinë Albin Kurtit edhe mu këthy Kurti, thonë, edhe ti bruta.
Pa i tash Së është një farë bruti. absolutisht qëre, Faton Peci spari as nuk është, e as nuk e pranon që është vetëvendosje. Apo, do të thonë e vetë Faton Peci, ne thotë një bashkëkryetari i listës Guza. Lista Guza parti e regjistruar. Këtë radhë në zgjedhje lokale njerëzit duhet me ditë që thandaj nëpër Kosovë këtu janë dalë të ndara. Lëvizja vendosje, lista Guza dhe alternativa. Domethënë kudo janë të ndara. I vetmi vend ku janë bashku është kryetallëku i Faton Pecit. Po tash Faton Peci duhet më na tregu neve a është kandidat i Guxas i përkrahur nga vetvendosja apo kandidat i vetvendosjes i përkrahur nga Guxa. Aty në listë është kandidat i vetvendosjes. Apo? Në flet votim. Tash ti je kryetari i Guxas, ai i vetvendosjes. Është për më është kandidaturë e çuditshme. E dyta është kandidaturë e çuditshme në kuptimin që është vetvendosja për shembull, që është partia më e madhe, në fund nuk ka pas kandidat të dashur me marrë kandidat në parti tjetër, me shit kandidat vetëm për Mitrovic. Po bre, mu i ka i ka do të lashe tjera, edhe me do pare që ju kanë gjetë në jasteke, me do... Po, dhe pa kemi edhe këto tjetërin Armen Mujen, dhe më thonë, kryetar degë dhe be. Që shë bëndë njën kryetar degë, se bën kandidat për kryetar komunës. Armen Mujen nuk e ka votu vlau para 4 vjetë. Po tash e ka marrë. Po mirë e ka marrë. Sukseso kjo e ka pru vlau. Para 4 vjetë vlau se ka votu. E nësi se ka votu vlau, kush e voton atë? Se fëmirën të kesh diqysh dreshi le ta haj, ose largohesh për politike, ose nuk bëni kundërshtar politik në dy subjekte. Se vlau s'ka votu, mire ka Armendi se s'ka dalë se. Nëse ti e partia ma e madhe në vend, dhe po thu që një prej kështu benefiteve ma të mëdha të kryeministrisë time, ka qenë Mitrovica, që shumë që Mitrovica s'ki kandidat për kryetar, dush me ma dikun tjetër, vëlla. Qëta unë veç pyetje të sinqert për e shtrej. Dhe më thonë, qka është të ndodha kjo. Tjetër është pastaj, se kem të folna për dignitetin në humbje, që ka dignitetin në humbje dhe në fitore. O shumë e rëndësishme qysh po sillesh kur fiton. Qysh e menaxhan. Qysh e menaxhan. Për shembull, prej që në kryesjedhjet e përgjithshme Faton Peci nuk e ka lëshu pikojës që unë jam një prej më të votuarve në Kosovë. Që kjo pastaj shkakton irritim të njerëzit. Mos harrojmë, se që ato vota dorën zemër po shihet tash gjithandaj ti ka siguruar një parti tjetër, jo e jotja. Apo jo, dhe s'jon të mos dëshmëresh meritat tua personale, po edhe në kofrit. Njëri kur fiton, do të më konë zemërgjer, falenderus, se qytetarët kanë votu. Nuk kanë votu më bo arrogant. E kjo ka këthy qytetarëve votën me arrogancë. E unë mendej që kjo i ka kushtu. Se qytetarët nuk të adojnë arrogancë. Njerëzit votojnë për shkak se kanë qef ti me punu për ta. Dhe më konë, si me thonë, mirë kuptues për ta. E jo më ju këthy me, më falë një shpreje, me kastrave slak. Në që drejtim me nejtë që kjo edhe ka dëmtu, edhe ka me dëmtu. Dhe unë kom mendu që mas zgjedhjeve, mas rezultatit nivel lokal, kjo ka me ndryshu strategjin, kjo për kundrazi, për ngritë dhe një hap ma anej. Jo, një gjemë bani shumë për shtypje në këtë, se ta mbyllin këtë muhabet, për shkak të Mitrovicës, krejt këtë diskutimi, ne po ja kushtojmë këtu, se për ndryshon mendoj që është krejt i paransishëm. Dhe aksidentalisht është krejt në këtë pse ka vendosë me ju bashkanëzit dikuj tjetër, mu servilose dhe ja e shojmë. Për ndryshe, duhet me ignoru, nuk është mirë na mu marë me tipat e tillë, me ignorante. Po, mënyra që shaj po fletë dhe i konsiderani qunë kriminal të tjertë. Tha PDK-ja partia më kriminale në Ballkan. Qëtu është, vjen me kësypi katit 10. Me thonë, kush po thëtë? Kush o të thonë? është të thonë dikush që i përket një qeverie që në raport me energjinë elektrike është një ndërmarrje përbashkët kriminale. Është absolutisht krejt elementet e një ndërmarrje përbashkët kriminale i plotëson qeveria Kurtin në raport me energjinë elektrike. Është një person, një ministër i cili është në procedurë penale për një kontratë multimilionshë për mbetjet shtatëzore. Është një person që ka bosh mos me mbyll hetimet për subvencionet që ka nda. Ku ju ka shpërnda me pacalle, me fitore, me krejt njerëzve të vetë. Dhe kush kujt po i thot ndërmarrje për bashkët kriminale? Kush kujt? Në këto zgjedhje lokale, me dijenin time, përveç Shukri Bujes, asnjë kandidat tjetër i PDK-s nuk ka pas problem me ligjin.
Sepse PDK-ja ka ngrit një standard. Isa Mustafa fillimisht, pastaj ka shku Kadri Veseli, që njerët qoftë edhe me akt akuz, ne akt akuz. Çfarë do forme tjetë ajo? Nuk i ka përfshin listë as për deputet, as për kryetar komunash. Dhe tash shihet ti, Faton Peci, i cili refuzon mja dhon kodin prokurorisë për të pa që ka në telefon, i akuzon të tjerët për kriminella. Kush? Kjo është e të mërshme. Të me thonë, këta e kanë vetëm në formë, hala këta mendojnë që Hashim Thaçi o këtu. Hala mendojnë që duke sulmu Hashim Thaçi në PDK këta fitojnë vota. Jo, Hashim Thaçi është në Hagë. është të përballë me drejtësi për atë që ka përfaqësu në vitin 1998-99. Prandaj nuk duhet mi avlon këto. Nuk duhet mi avlon. Sepse nëse ka kriminal në pushtet, janë këta. Dhe unë t'je argumentoj. Dhe unë se cilin për këtyne kësha pas shef me pas përballë, mi argumentu edhe Faton Pecit. Pse ai nuk është më i pastër se këta tjerët. S'po them kriminal. Pse ai nuk është më i pastër se këta tjerë, përkundrazi. Sakt, edhe po ashtu unë mendoj që të fundi për këto, unë mendoj që kjo gjuhë që e ka përdorur Faton Peci, edhe gjatë fushatës, edhe në fund të fushatës, edhe që të padishtu, që të për mendimin tem duhet më çranios nga politika në Kosovë. Unë nuk flas për parti politike, se cila parti politike ka bazën e vetë elektorale dhe duhet me vazhdu në funksionon. Po që kjo sjellje politike mendoj që na bën të bi neve si qytetarë më çranios. Ja nis njerëz me fol për programe. Kur e sheh që jetu e hub luftën për programe, mos mu ka pastaj të ca tjera, se veç ka e dëmton demokracinë. Bërë së është ai kredibil me i thonë dikuj kriminal. Muje njerën me program, në rregull jam. Muje, që ku e ki? Ky po thotë unë që to kom i bo për Mitrovicën, ti ka zë me bo për Mitrovicën, qytetarë vendosin cilat më pëlqen më shumë, edhe që kjo fundi i politikës. Fundi i fushatës. E përmena Hashim Thaçin. Kisha dash me u kthy në një temë për cilën kemi diskutuar më herët unë edhe ti këtu. Sulmi i paprecedent i lëvizjes vetëvendose në raport me Edi Ramën. Vetëm pse ai po jep përkraje, i dha përkraje një proteste të drejtë në Tiranë, të organizuar nga organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s, të cilët po kërkojnë drejtësi për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin. Dhe qohet tash vetëvendosje, pse po mbahet kjo protestë në Tiranë, dhe sulmojnë. Një protestë e tillë u mbajt në Hagë. Zyrtarisht policia në Holand ka thënë se diku 15.000 protestues janë mbledhur në Hagë. Pse nuk e sulmoi kryeministin e Holandës në territorin e shtetit të cilit funksionon gjykata e Hagës, po e sulmon Edi Ramën. A mos i duhet këtij një kundërshtar që momentalisht nuk e ka në Kosovë, prandaj sulmohen mediat, sulmohen shoqëria civile, sulmohen analistët, paditësh ti penalisht, unë, ai tjetri. Për shkak se ky do kundërshtar dhe në mes të opozitës nuk po e gjen një kundërshtar të tillë, dhe vazhdon të merret edhe pas 5 vjetësh në paraburgim me Hashim Thaçin, dhe duke qenë se ai është në paraburgim, i bie Edi Ramës për ta pasur diku një armik që këto e mon pushtet dhe jap vota. Qysh e pare këtë? Po shit, e para është po, dhe më thonë që kjo me Edi Ramën. Për mu, gjëja më e rëndësishme, spari, mendoj, është që unë në kuj kuptoj për shembull pse vetëvendosja. Më falë se për ndërprej diçka. Lajk kujtim Zebica na pas ka dalë qëtu. Kujto, dëst kam. Që ku i ki kujtim Zebicën, like, vetëvendosjes. Ndryshe unë e çmoj shumë kujtimin se punëtori madh. Po, absolutisht. Dhe më pse o ka të pengon që ke protest? Pyetja pas që ja kësha shtru në vetëvendosjes si tash, me i pas të vërpallë, që mirë, pse pju pengon që ke protest? Çka ka të keqen to? Se hajde ti mush me thonë, po protesta nashta nuk është mjeti më efektiv, por shkakun mush me pasë se në mendoj që është mjet shumë efektiv, dhe jashtëzakonisht i rëndësishëm, po që dikush mund me thonë, mbas kryer kjo punë me protesta, në rregull. Po pse po të pengon? Pse po do me e prish? Sepse që kjo komunikat ku të lexosh ti, përveç që është luftë me Edi Ramën, komplet e paprovokuar,
Në më thonë, nuk kom pas një deklarat me vitet tëra të Edi Ramës që thotë nëse në Albin Kurti të minat keqe. Në komplet e pa provokuar. E dyta është pse pa dënë, se që kjo... Sulmi pa provokuar. Komplet i pa provokuar. Dhe më thonë, që është jetë najtë njeri, thotë po për kranë që ta liri i për shlirimtarët, drejtësi në Hagë, për shembull Edi Rama, dhe kjo thotë ti ekse ti asi. Pse Allah, çat bon aty. As po bëj kam e kërku liri për kretë u qeveria, se ish kontesh me kërku tanë. E dyta, që kjo protest. Nëse s'po ta merr mendja që është e duhur, as po do me dalë vetë. Pse po kthyer me i ftof njerëzit me dalin, le të dalin. Le të mushët sa më shumë. Çfarë ka efekt? Pse pi u thotë mos dilni? Se gjithë në komunikat e vren se kjo është ftesë për mos me dalë protest. Sepse ke pa çfarë thotë do të më ngrit në këto instanca ndërkombëtare ku Shqipëria. Që ka ngrit. Po, që ka ngrit, vim aty ku flitet e vendoset për drejtësi e jo në sheshe Skënderbej Tiranë. Pra ky po i thotë jo protestës. Kjo lëvizja e vendosjes. Jo, pse e kundër protestës? Këta që kanë protestu për gjithçka. Për gjithçka. Dhe më thonë, lëvizja e vendosjes, na e na rrit në lëvizja e vendosjes si subjekt politik përmes protestës. Mërë u kom probleme organizu dikush protest në Prishtinë, për çfarë do të çështje se shkojshit ju e mërshit. Jashtë aneve, absolutisht. Jashtë aneve aty. Kena pas monopol për një kohë gjatë. Dhe tash, që kjo e para. E dyta, pse po gënjen ndaj Edi Ramës? Që po thu se ka ngrit kur në Këshillin e Evropës. Edi Rama e ka ngrit Këshillin e Evropës. Ti nuk e ke përcjell. Ka pas kërkesë Edi Rama për Kuvendit të Republikës Kosovës, edhe për qeverisë e Republikës Kosovës, që përcjell në Shqipërinë që drejtim. Na po e ngrisim, se na e kena se kapacitet. Kjo i shkon mirë me pas një përkrahje. Ç'se ka? Atë kujtohet çka ka thonë, domethënë Albin Kurti kur e kanë vetë për fjalimin e Edi Ramës Këshillit të Evropës. Për gjykatën speciale, ka thosë s'kam pas vakt me ngu, se më komë fart të bimin pejta. Ajo kon fjalim tepër i mirë dorën sa. Tash njerëzit mund të thonë që Edi Rama e bë për vetin. Në fakt, mo çuçi ashtu Këshillit të Evropës, më jam shumë lart fytyrë, më thonë që ju keni bërë pa drejt, nuk të arrit namin për kodra zi rrezikosh. Për shembull, neve na kujtohet do grupe parlamentare s'kan dashur me taku Edi Rama mas aty fjalimi. Atë kujtohet se kanë thonë as pajtohen këtë fjalim. Domethënë ai aty ka hub si person. Po e ka boq ato se e ka pas grupe parlamentare të Parlamentit Evropian. Parlamentit Evropian, po. Ato që kanë pas takim të planifikuar. Të akorduar kanë thonë jo tash se masi ti fjalimis do të thonë në rregull. Edi Rama ka thonë okay, unë vazhdoj me temën se kam çet. Dhe tash e ka ngritur nuk e bë. E ka marrë si fjalim. Pra e ka përmend mos gabofsh edhe presidenti i Shqipërisë. Kërkesa për me ngrit asë, se çdo duhet me dekonstruktuar pak. Kërkesa për me bë temë diskutimi nuk e bë për mendimin tim është gabim. Jo, nuk duhet me bë temë diskutimi gjykatën speciale. Jo, veç në Këshillin e Evropës. Jo në OKB se Bashkimin Evropian. Arsyeja pse është boç kjo gjykatë që është boç për me ik Këshillit e OKB-s. Po. Dhe treta është që ky diskutimi a o dash me bo gjykatën speciale, ajo na kena folur edhe në emision dhe s'po du me përsërit. Sot, çështja më urgjente për mendimin tim është Republika e Kosovës, institucionet e Republikës Kosovës, cila do organizatë që ka këtë mundësi, përfshi Republikën e Shqipërisë, do të me ngritë zërin për një çështje urgjente. Shkelja absolute dhe absurde drejtave të njerëzve që janë atje. Edhe me kërku drejtësi pi Hagës. A o dash me bo, asë dash me bo, na mujna me bo këtë diskutim kur dojna. Përsa hoqë që kjo kryhet mirë. Po. Ta shkelja drejtave të njerëzit në Hagë ka ndodhur tashmë vetë. Ka ndodhur. Dënimi Sali Mustafës është shkelje drejtave të njerëzit. Shkelje ligjit dhe shkelje procedurës. Ne, e dyta paraburgimi gjatë. Paraburgimi gjatë. E treta trajtimi që ju bë të na kemi pa për shembull kur i ka vdek baba Hashim Thaqi për trajtimi ja kanë burr. Kur kemi pa më herët me Kadri Veselin kur pashtë i ka vdek prindi. Unë gjykata ka thënë nuk po e lirojnë Hashim Thaqin për shkak se ma nxjerrët në Kosovë. Kosova është nxjerrë. Çfarë drejtësi është kjo? Mu bani përshtypje një gjë këtu, që është një e vërtet këtu, kur lëvizja vetëvendosje ka informacion se si ka rrjedh gjykata speciale. Pra, për herë të parë për këtë çështje ka folë zoti Glauko Njufca në një emision ku kemi qenë bashkë, se si ka nis procesi i hetimit, gjoja të shtëpisë së Verdhë, dhe është inicu nga një deputet rus në Parlamentin Evropian, Konstantin Kovačev. Kosačev, i cili ka nis procedurën, pastaj është ngarku dikmarti për ta kryer gjoja hetimin dhe ka dalë raporti. Dhe nëse këtë e dhe lëvizja vetëvendosje, nëse këtë lëvizja vetëvendosje Albin Kurtit e di pik për pik se ky është një projekt rus, çka ka me Hashim Thaqin?
Pse duhet me gjyku Hashim Thaqin për i këtu? Pse duhet me gjyku Edi Ramen? Pse tash ai është kundër kësaj gjykate, derisa e di që është projektërës? A mos këta rasisht për një mejan me Rusin? Sepse thas vetë zoti Kurti në Amerikë. Amerika po do ta largoj Serbin nga hemisfera apo çështje e ndikimit rus, por ky nuk është problemi jonë. Pra, mos ky vërtet po donë që Serbia tjetë në ndikimin rus, mos ky vërtet po do që Zoti Thaqi dhe të tjerë drejtues të UÇK-s të dënohen me një iniciativë të Federatës Ruse. Metet me pa, por shihen kështu po malen. Pra këta nuk e kam problem. Zoti Kurti nuk e ka problem që Thaqi të dënohet, qoftë edhe me provat të Serbisë të Rusisë, vetëm që ai mos jetë në Kosovë për të qenë kundërshtari i tij në politikë. Dhe unë këtë mënyrën jam të e pakë. Se në këtë mënyrën po e shoh edhe rrezikun që ka noset Kosovës nëpërmjet qasjes së zotit Kurti që ka në raport me Serbinë dhe me Rusinë dhe me aleatët tanë, veçanërisht aleatin kryesor Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra ky se ka problem me i dal pengesë Amerikës në rrugë që Serbinë mos me jek nga ndikimi rus, mënyrë që ta ketë këtë pushtet edhe duke e kundërshtuar Amerikën. E të mërshme është kur e mendon që ky po synon vota duke u konfrontu me Amerikën, sepse ka njerëz këtu që menojnë që 99-ën ja kanë puth qizme të ushtarëve të KFOR-it, që thonë, fuck it, kush është Amerika? Apo ti kush jena na? Na kena drona. E ti dasëm s'munësh me gjiru pa lejet KFOR-it, me që dronin altë, jetë mire e din. Duhet me marrë lejen KFOR, me gjiru në dasma, me dron, me kamerë. E le me quna drona, me luftu me Serbinë. Spari, unë mendoj që, dhe me thonë, Serbia për Kosovën është problem në vete, apo? Këtë ta pajtomi. Serbia si pjesë ndikimit rus është problem shumë i madh për Kosovën dhe për rajon. Domethënë, unë mendoj që largimi i Serbisë nga ndikimi rus dhe afrimi i Serbisë me perëndimin është përfitim edhe për Kosovën dhe për vende të tjera të rajonit. Dhe çdo do të më pa, a mundna na vetë me bëu këtë punë, absolutisht s'mundna si Kosovë. Pa ai shkandesh me ndihmu këtë proces, unë mendoj që po. Edhe kur po them kështu, nuk po them që me çfarë do kostoj, se këta e ke pa 100 herë thonë po çka ka lyp Amerika, çka ka lyp Amerika. Apo ndikush më kallzu. Cila është ajo kosto që për ta të ka e papagueshme. Se unë sa di tash ka lyp kur gjë Amerika. Përveç marrëveshjeve që i ke bëu vetë ti. Nëse për shembull vjen Amerika dhe Bashkimi Evropian dhe thotë duhet mos zbatu marrëveshja e Ohrit, ti e ke planuar, zoti Kurti. Apo ti ke thonë që duhet mos zbatu. Çfarë ka lyp ka kur gjë. Veç ka planuar ti. Për sa i përket gjykatës speciale dhe për sa i përket qendrimit. Tash mund të jenë motive të ndryshme, mendoj që motivet janë elektorale dhe të tjera. Mirë po, njeri që është aktiv në politik, gjithë duhet me pa edhe efektin që po shkakton, jo vetëm motivin që e ki. Ti motivin mund edhe mos me pas fort djallëzor. Për shembull me po duhet fitu zgjedhjet. Okej, në rregull, është legjitime këtë kanë. Po veç efektin që e ka shkaktuar në shumë tash. Nuk i shkondesh kërkosh me kërku fitoret në zgjedhje, fitore elektorale, nëse kushti për këtë është dënimi i luftës UÇK-s prishja me Amerikën. Se s'është ajo fitore. Problem. Po ajo nuk është fitore. Po visar ky do. Ajo është humbje e gjithëve. Po visar ky do se ti je më mirë. Po qëra tash, ti mundesh edhe me dorë. Ti po dham ka pak. Mo kam dhënë koka shko Kosova. Po ça po do të thonë është që ti mundesh me dashur, ti mund edhe më të pëlqy. Nuk je kur far kryeministrin në Kosovë që ta ka izolu bota. Mo as kryeministri së mbosh, ti janë një gjatë vetës që është dush. Po si e kur far kryeministri? Çfarë kryeministri ka Kosova që sta ta ka kërkosh në perëndim? Qysh mundesh më bë kryeministër në Kosovë pa pas kur far kontakti me perëndimin? Këtë shtetet, edhe të mëdha, më nxispresin me pas punë mirë me ata, ke pa? Edhe Gjermania, më nxispret me pas punë mirë me presidentin Trump. Ky kancelari gjerman shkoi gjatë një certifikat të lindjes
Gjyshit atë Trumpit për me tregu se ti e Gjerman. Sakt. Dhe na jemi bashkë. Na këtu Kosova thonë na s'kem nevojë. Shkojmë marrja gjetë certifikatën dhe që gjyshi jëtë është Gjerman. Dhe me thonë edhe këto detaje i përdorin për të pas aleancë me Amerikën, ndërkohë këta që mendonin, përkatësisht ky që mendoni, Edhe kjo është, do ma thonë, edhe që... Po mirë që u qmende më rëvisar, po pse të gjithë për një herë? Pse gjithë njëtën kohë. Uroj që nuk jenë qmende të për njëtën kohë. Tash, qëre, për shembull edhe mu këthy që ta zëm. Kosovës i vynë aliancët, apo. Unë mendoj 2 shtete veçanërisht, që janë shumë të rëndësishme për Kosovën dhe Shqipëria, për shkak që jemi një gjuhë, një histori, një këmbë, edhe që e ndojmë kufilin, e cila është vendi natës mos harrojmë, dhe Amerika për shkak të përkrahjes që na ka dhënë, për shkak të fuqisë që e ka, edhe për shkak të interesimit të vazhdueshëm që e ka për Kosovë. Këtë tjerat janë pashtu të rëndësishme, Gjermania është shumë mirë me pas aleat, Franca, Bashkimin Evropian, përgjithësi absolutisht do janë me perëndimin. Mirë, po që të dyja veçanërisht. Arber Rexha i tha i Ramës, këshire u borin tonë. Mësë shumë të që i ka Kur caru u bomër marrëdhënie. Shqipëria për vetëvendosin o bar i Edi Ramës. Para vendope, edhe madje për vetëvendosin që thotë që jemi në shtet. Që i shkëndet më konë në shtet, apo Bashkimi Kombëtar. Këshire tha u borin tonë. Cile është o bori Shqipëria? Mas shumë Pra, të që ky ka po i caru. thët, merro me Shqipëri, mos u merr me Kosovë. Mos e përzi këto. As s'kem na ata që dëshim me bë Bashkimin Kombëtar. A këtu në komunikat i thotë ti duhesh më interesu për Kosovën. A ki po? Tash apo marr apo s'më marr me ty kallzëm. Në komunikat po thonë, Arber Rexha po thotë këshire u borin tonë. Dhe tjetra, acarimin më të madh që ja ka bo marrëdhënieve Kurti gjatë kohës sa ka qenë kryeministër, ka qenë me 2 shtete, me Shqipërinë dhe Amerikën, mas shumti. Edhe me tjerat, me çdo dyja mas shumti. Por për çdo 2 shtete ka sulme edhe akuza të drejtë për drejta. Sekretari Blinken është naiv, Edi Rama është tradhtar dhe është vllai i fuqishtë. Nuk thotë çashtu për Mickoskën, nuk thotë çashtu për Kuradiun, presidentin e Bosnës, nuk thotë çashtu për vende të tjera. Të shko ka bëu që tani. Unë mendoj që për një me, Albin Kurti të vetëvendosja e ka bërsh me ja shpjegu qytetarët e Kosovës pse ka këtë mendim të caktuar për Edi Ramën dhe për Amerikën. Duhet me ja shpjegu na visar, se ky është pro-rus, është anti-amerikan. Unë s'po hija ne, unë veç po thonë që do të hija për mua shqetësuese. Sepse ai numrum na që gjysë ore qëtu, një ka një, që një orë, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dhe ti në fund të nxjerrni përfundim se ky njeri është anti-amerikan, është anti-Kosovë dhe është pro-rus. Ky është, si mas me ky është rezultati. Rezultati po, unë po thama është edhe qëllimi. Qëllimin besoj që jetu e pa, duke ditë se ku jemi dhe ku na ka futur në çfarë rrugë na ka futur. Vetëm se që shtu Kosova nuk mundet me shku gjatë, me thonë, ose kena më këfjell si qytetarë, me kuptu qytetarë, me thonë që na me gjithatë insistojmë që Kosova më këthym binar, që shka qenë, me mundu një hek ato probleme që na kanë penguar herbi qeverisjeve, mirë po një Kosovë e cila del jashtë binarve të aleancës perëndimore strategjike, mendoj që është një Kosovë që shkon drejt thejqafjes, drejt mos ekzistencës, me thonë kështu ma drejt për drejt. E tash, apo dojnë me shku qasoj rruga, jo. Pyetja është, në fund dhe pyetja është gjithë për qytetarët, jo për kryeministrin. Qytetarët e ndëruar, nuk e kam shumë zakon me folë as në emën qytetarëve, po edhe kërkushi si jam unë mi drejtu juve. Si do qoftë, si mas meja e që është tepër e rëndësishme, është që lufta e UÇK-s me u konfirmu që është e pastër, pavarësisht kush është duke u gjyku atje. Lufta e Albin Kurtit me Hashim Thaqin për pushtet, me u identifiku si e tillë dhe ne me pengu këtë luftë e Hashim Thaqit, sepse në fund Kosova ka me vujt nëse Zoti Thaqi dhe të tjerët dënohen. Kosova ka me pas pasoja të mëdha nëse gjykata e vërteton se liria dhe pavarësia jonë janë produkt i krimit. Mirupafshim.